Koha e lirë që Allah s.w.t. ta ka dhënë, so prej neve shfrytëzojmë me lezu Kur'an. So prej neve ka punë librin në Allah kur kemi kohë lirë, në faqe me lezu. Me kuptu që ka thonë Allah s.w.t. Ja se ka punë vllazë. Nuk e ka punë Kur'anin na, kur kemi kohë lirë hina në TikTok atë. Facebook. Po, ime dhe hukun kohën pa lidhje Allah. Mendon që është 1 minutë, kur të hen atë, e shem 3-4 orë të ka një tyje, edhe kur gjohë s'ke përfitu. Cili është hajduki ma i madhë, në këtë zaman, në këtë kohë që na jemi të jetu? A është që këtë telefoni që na jemi të përdorë? A është që këtë telefoni që neve po na i merë kohën tonë më të vlerëshme, që na i kalojmë? Vetëm të këshyrë sene, Allahu na ruaj. Edhe haram del në qatë internet që e të këshyrë të. So prej neve përdorin internetin për me ndëgju fjallën e Allah s.w.t. Digujt kur t'i del në i ders, në i fjallë e Allah të largan shpejt. Ama kur t'i del muzika e ngan, ose kur t'i del në i gjest palidhe e këshyrë, të rinë fond, se lemba e që të rinë fond. Ama fjallën e Allahut. Prandaj vllazni koha ka shumë vlerë. Na duhet kemi kujdes që mos ta hupum kohën tonë me këtë internet. Mos ta hupum kohën tonë pa lidhje, duke hidhur Allahun subhanallahu. Të mundohemi që çfarë kohë që na ka dhënë Allahu ta shfrytëzojmë, që të punojmë diçka edhe për dunjë, pse jo? Ka dikush që i është dhënë koha pa i rënë badjava, nuk shfrytëzon kur gjohë prej dunjas. As familja e tij s'ja shen hajrin. Çaj për ne ka të shtu komplet kështu. As familja s'ja shen hajrin, as s'ja shen hajrin Islami, as vetës ti nuk ka të japë hajrin.